Vazhdojnë aktivitetet kontrolluese në komunikacionin rrugor, gjatë ditës së mërkur në aksionin e kryer nga ana e sektorit për punë të brendshme Tetov janë hasur 9 shkelje. 5 vozitës kanë tejkaluar vetur tjetër në vend jo adekuat. 4 të tjerë kanë tejkaluar vetur tjetër në anën e djathtë, ku për të gjithë shkelësit janë përgatitur flet pagesë për pagesë të dënimit. Gjithsesi janë përballur me 300 euro dënim me kundërvlerë me denar dhe marrja e lejes për vozitje prej 3 muaj deri 1 vjet. Policia njofton se gjatë këtij aktiviteti kontrollues janë hasur edhe shkelje tjera nga ana e vozitësve fillestar, të cilët janë përballur me dënim prej 400 euro në kundërvlerë me denar, përderisa një vozitës i cili e ka startuar veturën është dënuar me 45 euro. Aktivitetet të rrepta kontrolluese do të vijojnë deri në fund të muajit, me qëllim që në kohë të kapen dhe të largohen nga komunikacioni të gjithë ata të cilët nuk respektojnë ligjin dhe me qëllim që të rritet siguria në komunikacion.